Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë dhe jo miq të emisionit Frontal, po nisim edhe sot këtë magazin informativ me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me mysafir në studio. Fokusi do të jetë tek listat zgjedhore të partive politike, të cilat i kanë publikuar një natë më herët, madje ka prej tyre të cilat i kanë publikuar sot, siç është Partia Demokratike e Kosovës, mirë po ka pasur në të gjitha pothuaj partitë politike pakënaqësi edhe për përfshirjen e kandidatëve në listat zgjedhore, mirë po edhe për renditjen që ju është bërë. Për këtë arsye, fokusi do të jetë gjatë kësaj magazini informative do të jetë pikërisht tek përbërja e këtyre listave, renditja e tyre e po ashtu edhe pakënaqësitë që kanë sjellur nëpër partitë politike. Në pjesën e dytë të emisionit Frontal për këtë çështje do të flasim me Xhavet Drenorin dhe Muhamet Bytyqin, analist politik. Do të kemi edhe shumë informacione tjera përpara se gjithashtu titujt kryesor. Partitë dorëzojnë listat me kandidat për zgjedhjet e 7 qershorit, shumë pakënaqësi, pakrisi. E fundit që publikoi listën zgjedhore ishte Partia Demokratike e Kosovës, me gol për deputet futen edhe ata që Dega e Prizrenit nuk i propozoi. Veteranët paralajmërojnë Hagën, Ballkani mund të destabilizohet nëse dënohen ish-krerët e UÇK-s. 27 vjet nga masakra e Korishës së Prizrenit kujtohen 77 viktimat e këtij krimi, familjarët kërkojnë drejtësi. Këta janë vetëm titujt kryesor, mirë po ne kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine, të cilën po e nisim me publikimin e listave zgjedhore që i kanë bërë publike një natë më herë shumë nga partitë politike, kurse Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që këtë ta bëjë sot, pra gjatë ditës. Siç duket ka pasur të lasha brenda këtij subjekti politik, sikurse ka pasur pakënaqësi edhe në lidhjen demokratike të Kosovës sa i përket renditjes, e po ashtu të lasha ka pasur edhe pakënaqësi, siç raportohet ka pasur edhe brenda lëvizjes vetëvendosje. Sido që tjetë, një natë më herët, pra në orën 12 të natës, ka qenë afati i fundit kur partitë politike është dashur të dorëzojnë listat e tyre zgjedhore, gjë që e kanë bërë, kurse ka kohë deri më 15 të këtij muaji që partitë politike të bëjnë ndryshimet eventuale nëpër këto lista zgjedhore. Janë komentuar shumë emrat për mbajtje e këtyre listave, madje ka pasur edhe pritje të shumta sepse janë paralajmëruar edhe risi, mirë po një gjë tillë nuk ka ndodhur, apo të paktën ka ndodhur fare pak. Ne këtë magazin informative po nisim pikërisht me publikimin e këtyre listave, të cilat besoj që shumë nga ato i keni parë, po megjithatë do t'i komentojmë pjesën e parë dhe çën e parë, mirë po edhe emrat e veçantë të cilët janë futur në këto lista zgjedhore. Realisht ka pasur fare pak befasi në këto lista zgjedhore, mirë po janë dukur interesant megjithatë, aq më tepër nëse flasim për shembull për lidhjen demokratike të Kosovës në renditjen e secilës, pra në pjesën e parë të kësaj renditje, besoj regjia do të më ndihmojë për ta shfaqur listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila realisht më shumë duket si listë e Vjosa Osmanit, sesa si listë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëse shohim 10 vjetën e parë. Pra Vjosa Osmani Sadriu, e cila kishte braktisur para 6 vitesh Lidhjen Demokratike të Kosovës, u kthye me forcë se kur dhe me fuqishme se kur brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke u renditur e para si kandidate për presidente të Republikës së Kosovës, e pasuar me pas nga Lumira Abdigjiku, që është kryetari i këtij subjekti politik, mirë po i cili garan sigurisht për deputet dhe pra e ka nominuar partia e tij, e ka nominuar edhe si kandidat për kryeministër, dhe më pas është Kujtim Shala, Darsa Kica Xhelili, e cila edhe pse ka kohë që është në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka qenë me Vjosa Osmanin një kohë. E më pas Lutfi Azeri numër 5, Jona Lushaku Sadriu, që është edhe kryetari i Forumit të Gruas, është renditet të 6-ta, kurse në vendin e 7 renditet Albin Arshita, i po ashtu që i është bashkuar Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes Vjosa Osmanit. Pra është kuadri i Vjosa Osmanit, është njëri Vjosa Osmanit që futet në 10-ën e parë, e më pas vazhdon me djalin e presidentit, ish presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryetarit historik të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Rugova, po u Rugova, e më pas vjen sërish një person tjetër i Vjosa Osmanit, Jeta Statovci, e cila renditet pra në numrin 9 në këtë listë zgjedhore dhe 10 e parë përmbyllet me Anton Qunin, pra një figurë respektuar brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës,
një ushtarak I cili ka qenë pashkëpoqëm pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës e më pas ka pasur vazhdimisht mbështetje nga ky subjekt politik për këtë arsye dhe nga elektorati I Lidhjes Demokratike të Kosovës, për këtë arsye edhe është renditur I 10-in në listë, I pësuar më pas edhe nga Abdullah Hoti që dikur ka qenë kryeministër I Lidhjes Demokratike të Kosovës, po ashtu kritik edhe me udhëheqjen e fundit dhe siç duket kjo I është hakmarrur Abdullah Hotit, I cili ndonë se është votuar në zgjedhjet e fundit, është votuar nga një numër I konsiderueshëm elektoratit I votuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është renditur I 19-ti. Numër 12 është deputetja më opozitare e Kuvendit të Kosovës, deputetja më aktive e Kuvendit të Kosovës, e po ashtu deputetja më punëtore brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, sigurisht paremore në qëndrimet e saj, kritike ndaj udhëheqjes Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur Hikmeti Bajrami ka patë arsyeshme se duhet bërë kritika qoftë edhe ndaj kryetarit të këtij subjekti politik, mirë po siç duket kjo I ka kushtuar në renditje për shkak se Hikmeti Bajrami, e cila ka qenë me votuara në zgjedhjet e fundit të sa I përket grave në Lidhjen Demokratike të Kosovës, është renditur e 12-ta me radhë. Pra, befasia vetme apo risia vetme në këtë listë zgjedhore është pikërisht mënyra se si janë renditur, se si është dhënë hapësirë njerëzve të Vjosa Osmanit në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kurse janë lënë pjesën e dytë të kësaj liste, pra emrat të cilët kanë qenë shumë aktiv, qoftë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, qoftë në Kuvendin e Kosovës, siç ka qenë edhe Mal Sadiku për shembull, ose Janina Emiri. Ndërkohë në numrin 25 është renditur Xhafer Tahiri, I cili ka pasur një telash dhe një përplasje shumë të madhe me krijuën e këtij subjekti politik, madje Lumir Abdigjiku kishte paralajmëruar largimin largimin e Xhafer Tahirit nga ky subjekt politik. Nuk është larguar Xhafer Tahiri, është renditur në numrin 25 si kandidat për deputet të këtij subjekti politik në këtë listë zgjedhore, e cila përfundon me Paris Gurin, që është kryetar I forumit rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra kjo është lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkohë kemi edhe lista të tjera, siç është ajo e Partisë Demokratike të Kosovës apo dhe Lëvizjes Vetëvendosur Pro. Kjo është lista e kandidatëve për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo e cila nuk e ka publikuar një natë më herët, mirë po e ka publikuar sot gjatë ditës, është raportuar dhe kemi informacione se ka pasur telashe shumë të mëdha në përpilimin e kësaj liste, aq më tepër për shkak të një tendence që ka pasur të një grupi brenda kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës për ta futur Fatmir Limen në këtë listë, mirë po ka pasur një kundërshtim nga një pjesë tjetër e kryesisë së PDK-s, dhe për këtë arsye më pas ka pasur edhe telashe të tjera, gjë që kanë bërë që Partia Demokratike e Kosovës deri në momentet e fundit të mos e përpiloj këtë listë, e cila fillon me Bedri Hamzën, që është edhe kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës, renditet më pas Uran Ismaili, dyshi I Partisë Demokratike të Kosovës, kurse nishi I iniciativës për të mos e pranuar Fatmir Limen në Partinë Demokratike të Kosovës, më pas Vlora Qitaku në vendin e tretë, përparim Gruda, një prurje e re e Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet paraprake, pra ka qenë një figurë e re në këtë subjekt politik, kurse është renditur në numrin 4 për shkak edhe të mbështetjes të madhe që ka pasur në elektorat, mirë po edhe për shkak të performancës që ka treguar qoftë në grupin e tij parlamentar, qoftë në Kuvendin e Kosovës, e po ashtu edhe në paraqitjet e tij publike. Njëjtë është vepruar edhe me Arjan Tahirin, I cili është shef I grupit parlamentar të këtij subjekti politik, ka qenë pra në legjislaturën e fundit shef I grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahirin me numrin 5, Besa Kabashi, po ashtu një prurje e re brenda këtij subjekti politik, në zgjedhjet e fundit ka qenë në 10-ën e parë, është bërë deputete e Kuvendit të Kosovës, sërish ndodhet në 10-ën e parë me numrin 6, kurse në numrin 7 pra është një ushtarak, një ish-komandant I ushtrisë lindore të Kosovës, po ashtu ka udhëhequr edhe FSK-n për një kohë, tash është pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, Rahman Rama, pra me numrin 7, një ekonomist nga Gjilani, Arben Mustafa, pra renditet në I 8-in e listën e Partisë Demokratike të Kosovës, e pasuar me Sala Jasharin, pra që vjen nga familja Jashari, dhe 10 që e parë përmbyllet me Enver Hoxhajn, që ka qenë vazhdimisht pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasur një kohë edhe ka udhëhequr si ushtrues detyre dhe
Partitë Demokratike të Kosovës, ka pasur pozicione të ndryshme brenda këtij subjekti politik, mirë po edhe në qeverinë që është udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës, ka qenë madje edhe zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme. Jakub Nura në vendin e 11, Ganemete Musliu, një nga deputetët më aktive të Kuvendit të Kosovës, madje edhe në publikimin që është bërë një ditë më herët nga organizata që e monitoron punën në Kuvendin e Kosovës, Ganemete Musliu renditës si deputetja më aktive nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, sigurisht mas Bedri Hamzës, i cili është kryetar i këtij subjekti politik. Është interesant, kemi këtu edhe Blerta Adeliu Kodrën, që e ruan numrin 13, numrin që ka pasur edhe më herët, me pasur Xhavit Haliti, Rustem Mustafa, një rikthim i tij në Partinë Demokratike të Kosovës, siç e dini, Rustem Mustafa ka qenë pjesë e PDK-s, ka qenë edhe deputat i Kuvendit të Kosovës, është distancuar për një kohë nga Partia Demokratike e Kosovës, ka lartësuar figurën e Albin Kurtit, duke thënë se Albin Kurti ndonë se ka pasur një njollë, le të themi që nuk e është bashkuar ushtrisë lirimtare të Kosovës, mirë po Rustem Mustafa Rebi ka thënë se Albin Kurti ka qenë pjesë e UÇK-s, madje siç ka thënë ai, ka qenë ushtar i tij. Partia Demokratike e Kosovës e ka rikthyer në subjektin e tij politik dhe ja ka dhënë numrin 15. Një prurje e re që ka qenë këtë subjekt politik ka qenë Aida Dërguti, e cila dikur ka qenë pjesë e lëvizjes së vetëvendosje, pra deputete e këtij subjekti politik, e ka bërë një distancim nga ky subjekt politik, pa të kaluar në PSD, mirë po është larguar me pas edhe nga PSD-ja, me pas se kemi parë në studio televizive si analiste, mirë po tash ka vendosur që të rikthejë sërish politikës përmes Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po çuditërisht është renditur në vendin e 107, pra Aida Dërguti, me pas është Mimoza Veselaj, Bekim Haxhiu, i cili në gjetën e fundit nuk arriti që të bëhet deputet, sigurisht nuk është shkëputur nga tendenca e tij për të bërë sërish deputet i Kuvendit të Kosovës. E veçanta e Bekim Haxhiut është se ky ruan gjithmonë këtë numër, sa ka garuar në siglën e Partisë Demokratike të Kosovës, e ka ruajtur këtë numër, pra numrin e parafundit që është 109, dhe lista e PDK-s mbyllet me Fidan Smajli, që është numër 110. Pra kjo është lista e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila parti pra ka vonuar publikimin e kësaj liste, sigurisht një të tillë ka dërguar në KQZ, mirë po së gjatë ditës se ka publikuar këtë listë, kurse lëvizja vetëvendosje është ajo e cila ka publikuar me kohë, ndonse në orët e vonë të natës, mirë po brenda afatit që kërkohet. Realisht, e vetmi arisi, nëse mund të themi në këtë listë, është përfshirja e Osman Musliut, hoxhës së nderuar, i cili edhe një herë, për t'ia kujtuar shikuesve, ka qenë edhe një herë pjesë e garës politike, sigurisht jo me lëvizjen vetëvendosje, dikur ka qenë si kandidat nga AKR-ja, mirë po nuk ka arritur në atë kohë të bëhet deputet, tash është në listën e lëvizjes vetëvendosje, pra Osman Musliu ndodhet në mendimin e regjisë, ndodhet sigurisht në këtë listë me numrin të 10, me numrin të 19, Osman Musliu, pra me numrin të 19, kjo ka qenë befasia e vetme, sigurisht në adresë të tij kanë filluar kritika për angazhimin e tij në politikë, mirë po është zgjedhja e tij dhe besoj që ai ka menduar fare mirë përfshirjen e tij në politikë, po ashtu edhe në listën e lëvizjes vetëvendosje, e cila fillon me Albin Kurtin, pra si kryeministër aktual, po ashtu edhe kandidat për kryeministër, vazhdon me Glauko Njufse, numri 2 i lëvizjes vetëvendosje, numri 3 është Donika Gërvalla Shfarc, e cila po ashtu udhëheq ose bashkëudhëheq edhe partinë Guxo, numër 4 Avni Dehari, numër 5 Albulina Haxhiu, pra që është edhe ushtruese detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Sekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari Lila, Harullah Çeku, Shqipe Mehmeti Selimi, pra bashkëshortja e Recep Selimit, madje në një postim që ka bërë sot, Shqipe Selimi ka shpresuar dhe ka menduar që këtë radhë Recep Selimi do ta mbajnë këtë numër. Ne shpresojmë që në zgjedhjet e ardhshme, kur do që të mbahen, pra Rexha të kthehet dhe të jetë kandidat i lëvizjes vetëvendosje, kandidat për deputet, dhe ta merr këtë numër, pra se numri 10 të lidhet edhe me novkën që e ka Recep Selimi, pra gjatë luftës se ka mbajtur novkën 10, dhe edhe në paraqitjet e tij, edhe në aktivitetet e tij, edhe pas luftës e ka merituar këtë notë, pra notën 10, sikurse e meriton edhe tash kur po përballet me një proces gjyqësor në Hag.
Numër 11 Andin Hoti, pra i cili sigurisht në zgjedhjet e fundit ka pasur një mbështetje të madhe nga elektorati i lëvizjes vetëvendosje. Me pas Andin Hoti është bërë ministër i kësaj qeverie, ministër për familje, me pas Arben Vitia, po ashtu ministër aktual, ministër i shëndetësisë, e më pas edhe tash kandidat për deputet Saranda Bogujeci, numër 13 Arbria Nagavci, që është shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik, është numër 14, kurse Artan Konoshevci, numër 15, Artan Konoshevci ka qenë gazetar për një kohë jashtëzakonisht të gjatë, ka punuar në media të ndryshme kosovare, mirë po ka punuar edhe së fundi edhe në media të ndërkombëtare si që është Radio Evropa e Lirë. Mirë po Artani ka vendosur që t'i bashkohet lëvizjes vetëvendosje duke garuar me numrin 15. Përpas tjerash, Artani njihet edhe për origjinën e tij, për prejardhjen e familjes së tij nga Podujeva, pra një familje heranjesh, le të themi, pra Artan Konoshevci është vëlla i herojit të Kosovës, Ilir Konoshevci. Me pas kemi edhe listën tjetër, pra listën e Aleancës për Armërinë e Kosovës, listë e cila për herë të parë që kur garon Aleanca për Armërinë e Kosovës, nuk drejtohet kësaj radhe nga Ramush Haradinaj, mirë po drejtohet nga Ardian Gjini, i cili njëkohësisht është edhe kandidat për kryeministër nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Është komentuar shumë dhe është analizuar nga analistët në studio televizive, por edhe jashtë saj, se nëse Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka problem ta kaloj pragun, Ardian Gjini ka thënë se pragu nuk është problem, madje këta janë futur në garë për të fituar këto zgjedhje. Ta shohim rezultatin e këtyre zgjedhjeve për të kuptuar se cila do të jetë arritja e Ardian Gjinit si pra udhëheqësi i kësaj liste dhe kandidat për kryeministër në këtë listë zgjedhore të Aleancës për Armërinë e Kosovës, që pasohet nga Besnik Tahiri, i shefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Time Kadriaj e përhershmja e Aleancës për Armërinë e Kosovës, një ish ushtare ushtrisë shërbimtare të Kosovës, një luftëtare e zonja, jo vetëm në luftë mirë, po edhe në pas lufte, pra në pozita që e ka mbajtur qoftë në institucione publike, sepse dikur ka qenë edhe pjesë e Ministrisë së Shëndetësisë, qoftë luftëtare në kuptimin pozitiv të fjalës, edhe si deputet e Kuvendit të Kosovës, Bek Berisha numër 4, Albert Olaj, doktori numër 5, Albana Bytyqi, që ka qenë edhe në mandatin e fundit, ka qenë deputet e Kuvendit të Kosovës, garon me numrin 6, dhe vazhdon me numrin 7 Borim Ramadani, më pas Avni Arifi është rikthyer në Aleancën për Armërinë e Kosovës, pas një shkputje që ka pasur me këtë subjekt politik, është kthyer me numrin 8, dhe më pas numrin 9 Djelza Kukaj, kurse 10 në Aleancës për Armërinë e Kosovës e përmbyll Agim Qeku, ish komandant i përgjithshëm i shtabit pra të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, po ashtu ka qenë edhe kryeministër i Republikës së Kosovës, ka mbajtur pozicione edhe në Ushtrinë e Kosovës pas lufte, pra në TMK, më pas i është bashkuar pra Aleancës për Armërinë e Kosovës në atë kohë kur Aleanca udhëheqte me qeverinë, Ramush Haradinaj shkoi në Hagë, në vend të tij fillimisht u emërua kryeministër Bajram Kusumi, më pas Bajram Kusumit erdhi Agim Qeku, i cili bëi kryeministër i Kosovës nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, më pas ka pasur lëvizje të tij edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, mirë po më pas është kthyer sërish në Aleancën për Armërinë e Kosovës në numrin 10, kurse numri 11 është numri i Ramush Haradinaj, pra kryetarit aktual të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili ka vendosur që të mos garoj për kryeministër, mirë po t'ja lë madje edhe udhëheqjen e partisë, ndonëse se procesi zgjedhor brenda këtij subjekti politik nuk është mbajtur, ka vendosur që udhëheqjen e partisë t'ja lë dikujt tjetër, preferencat e tij janë për Ardian Gjinin, mirë po të shumë se çfarë do të ndodhë me këtë subjekt politik, mirë po me subjekte tjera politike. Ndërkohë besim sigurisht ende me informacionet që na vijnë nga listat të zgjedhore, mirë po edhe me emrat që janë përfshirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se 4 subjekte politike kanë dorëzuar listat me kandidat për deputet. Pra mbi 900 kandidat për deputet, disa prej tyre kanë telashe me ligjin. Një muaj më parë, gjykata themelore në Prishtinë mori vendim dënues ndaj deputetit të lëvizjes vetëvendosje Egzon Azemi për nxitje të përçarjes.
E përveç këtij, edhe ndaj Rozeta Hajdarit para një kohe është ngritur akt akuzë lidhur me rastin e njohur të rezervave shtetërore. Asnjëri e as tjetri nuk u penalizuan për këtë nga partia, duke i përfshirë në listën e kandidatëve për deputet të lëvizjes vetëvendosje. Raste të tilla pati edhe nëpër subjektet e tjera politike edhe më parë. Por kjo praktik nuk është as pak e pranueshme sipas Institutit Demokratik të Kosovës, të cilët thonë se kandidatët duhet të kenë integritet. Unë mendoj që ESP këtë lloj besimi edhe në sundimin e ligjit në Kosovë, për faktin se populli dhe qytetarët kanë me pa dhe kanë para vetes në lista zgjedhore kandidatë të cilët pavarësisht që kanë problem me ligjin, kjo ESP edhe besimin e tyre në institucionet përkatëse. Pavarësisht këtyre dinamikave, përgatitjet për fushatën tashmë kanë filluar. Njëri ndër ta është Armend Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që tregoi prioritetet e kësaj here. Puna në teren duket që është duke u bë me përkushtim në interes të LDK-s, po edhe në interes të Republikës së Kosovës. Domethënë, gara nuk do të jetë e lehtë, sepse polarizimi që ka ndodhur viteve të fundit në shoqëri dhe gjendja ekonomike dhe financiare edhe mirëqenie sociale është rënduar nga qeverisja e keqe. Edhe Time Kadriaj nga AAK-ja ka bindjen se fokusi duhet të jetë te fakti që vetëvendosja të mos jetë në pushtet. Pajtuar vetëm se vendi ku shkon zgjedhja është Albin Kurti, i cili ka 51% të votave, i cili nuk ka gjetur ndonjë modalitet të bashkëpunimit të sinqert me ndonjë parti parlamentare për zgjedhjen e presidentit. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u dorëzuan listat me mbi 900 kandidat, ku rreth 600 janë burra. Por jo krejt partitë e regjistruara i u nënshtruan një procesi të tillë. Gjatë periudhës 11 ditore, nga 2 deri më 12 maj, KSZ ka pranuar listat me emrat e kandidatëve për deputet nga 23 subjekte politike, prej të cilave 18 janë parti politike, 3 koalicione, 1 nismë shtetare dhe 1 kandidat i pavarur. 4 parti politike, të cilat më herët kishin njoftuar KSZ-n për pjesëmarrje në këto zgjedhje, nuk kanë dorëzuar listën me emrat e kandidatëve të tyre për deputet. Fushata për zgjedhjet e parakohshme të qershorit do të fillojë me 28 maj. E fundit nga partitë politike që ka dorëzuar listën zgjedhore dhe ka bërë atë publike ka qenë Partia Demokratike e Kosovës. Siç duket ka pasur disa telasha brenda këtij subjekti politik sa i përket përpilimit të listës, mirë po edhe emrave të cilët janë propozuar. Madje kryetari i Degës PDK-s në Prizren ka njoftuar se ai nuk do të nominojë disa emra të cilët kanë qenë të përfolur sa i përket keqpërdorimeve gjatë zgjedhjeve të dhjetorit. Mirë po pavarësisht se Dega e Prizrenit nuk i ka propozuar këta emra, ata sot ndodhen në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Pas rinumërimit u identifikuan dallime të mëdha në vota. E më së shumti dyshime ngritën në komunën e Prizrenit, aty ku Feta Paqarizit, Kujtim Gashit e Najt Hasanit ju figuronin fillimisht vota më shumë se që morën. Pavarësisht se hetimet për manipulime po vazhdojnë, ky i fundit nuk u tërhoq nga ambicia për një ulse në kuvend as kësaj radhe. Hasani konfirmoi përmes telefonit se do të jetë pjesë të listës së kandidatëve për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Jam me numër 42. Me këtë vendim nuk ishte i pajtimi Shaqir Totaj, i cili propozoi që krejt emrat e përfshirë në manipulime me vota të mos jenë në listën e kandidatëve nga Prizreni. Mas zgjedhjeve të dhjetorit, e kemi pa një intervistë të kryetarit Bedri Hamza, i cili pasi që procesi numërimit votave është kompromitu, ka kërku reflektim. Edhe ata njerëz të cilët u ka përmend emri si persona të përfshim në procesin e kompromitum numërimit votave, nuk i kemi propozu që të jenë pjesë të listës zgjedhore të PDK-s. Totaj thot se ndonë se propozimi Degës së tyre nuk u mor parasysh, Prizreni e dëshmoi reflektimin. Nësa kom pa une, kryetari Bedri Hamza, zoti Najt Hasani ka fut në listë, është kryetari i partisë ashtu e ka vendosur. Mirë po është e rëndësishme që opinioni publik me ditë që Prizreni ka reflektu pas kërkesës së vetë kryetarit. Krejt këto dilema mund të kenë ndikuar që Partia Demokratike e Kosovës të jetë e fundit mes partive që publikoi listën me kandidat.
Mes tyre nuk ishte Luljeta Veselaj Gutaj, e cila gjithashtu ishte përfshirë në çështjen e votave, e që njoftoi se u tërheq nga kandidatura. Rënditja në listë nuk është e rëndësishme për ish-deputetën Ganimete Musliu. Për të qëndësore, këto zgjedhje është ballafaqimi me dy figura që sipas saj po i shkaktojnë dëm të madh Kosovës. Prandaj në këtë përballje, numri në listën zgjedhore nuk është ai që ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi janë kauzat për mbrojtjen e demokracisë dhe shtetësisë së Republikës së Kosovës. Dhe sot jam më e gatshme se kur të përballem me betejën që na pret. Zgjedhjet zgjasin një ditë, por pasojat e rezultateve të tyre mbeten për vite me radhë. Kandidati tjetër Artan Berhami, përmes një postimi në Facebook, tha se mobilizimi brenda partisë duhet të bëhet për të sjellë fitoren PDK-s në prag të kthimit të çlirimtarëve. Për të diskutuar edhe më shumë për këto lista zgjedhore të partive politike të cilat tashmë janë bërë publike, me mua në studio janë Xhavet Drenori. Xhavet, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Përgjigju çike së të thirrë mudak. Kusht të jashtëzakonshme, mas punës në qerë dhe me vajzën këtu. Shpresoj që na lë të qetë. Falenderoj shumë se erdhe edhe në këto rrethona. Po, prapë. Xhavet Drenori dhe Muhamet Bydyqi. Muhamet, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Më tha që kemi shok të përbashkët, mirë po mas emisionit flasëm kush është ai shoku, sa do të flasëm për shok të përbashkët që kemi në për parti politike dhe për lista zgjedhore të cilat më në fund dikur u banë publike gati në orën 12. Ka shkelet edhe ai ligji, ai afati. Në fakt për disa dhe nuk di për cilat ndëgjova lajme ka erdha sot që zëdhënësi KQZ-s e tha që disa subjekte as nuk i kishin dorëzuar, nuk di se çka ndodh me to. Unë e di që është një fazë kur ka kohë për ndryshim, por lista që do dorëzohet para orës 24 në afatin e caktuar. Po kemi ditë edhe ka ndodhur gjithmonë. Çfarë radhë ka ndodhur për një përjashtim me gjasë më tepër me listën e PDK-s edhe me gjasë mund të spekulojmë, ndoshta është çështja e zotit Najit Hasani, respektivisht këtij problemet që pam në sfundin e këtë historinë që Dhe kjo mund të jetë arsye që u vonua, po ndoshta ka pasur edhe arsye tjetër, sepse pa do zhvillime brenda PDK-s përpos çështjes së zotit Hasani. Unë nuk e di, sinqerisht nuk e di dhe nuk mujta për këtë kohë, sepse isha edhe në punë me po se çka ka ndodhur, në fakt ka pas në prononcim prej struktura ose udhëheqësve të Partisë Demokratike, por një gjë është e qartë, kjo vonesë tregon që nuk ka kaluar lehtë ky proces dhe nuk kaloi lehtë këto procese. Në procese pak të vështira me formulimin e listës, sepse është pak edhe renditja, janë çështje pastaj të se mund të quaj grupacioneve të ndryshme dhe të PDK-ja me gjasë ka qenë me provu që ky standardi më bosh që njerëz që kanë qenë përfshirë në keqpërdorim me votat nga zgjedhjet e kaluara të mos përfshihen. Dhe mu personalisht qytetari i këtij vendi nuk më pëlqen shumë që ky debat është bërë dhe më pëlqej edhe sot që sepse është shumë demokratike. Tash le të mbetet zotit Hasanin, Najit Hasanin, që unë kam respekt për të, sidomos për të kaluarën e tij, në ndërgjegjen e tij dhe votues të shiqojnë se me çfarë syni mund ta shiqojnë këtë rast, të pas parasysh që dega atje për hir të një lloj standardi pra me urujt nuk e ka leju me hyrë, ndërsa ky ka hyrë përmes strukturave në nivel qendror se si do të performojë. Na nuk e dim realisht çka ka ndodhur mbrana, mirë, por ne do të komentojmë ato çka ka ndodhur jashtë. Pra, listat e partive politike, a pa diçka që të befasoj apo është gjithçka e pritshme? Po na tashmë i pam të gjitha listat e subjekteve politike të cilat do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit. Sigurisht që secila parti ka bërë ato motjet e veta dhe vlerësimet e veta, mirë po ajo që është shumë e rëndësishme mendoj të thuhet është që do të ishte shumë mirë që të gjithë deputetët të përfshirë në aferën e keqpërdorimit të vullnetit të lirë të qytetarëve, të vetë distancoheshin nga listat apo nga përfshirja në këtë proces zgjedhor, derisa të bëjnë një gjyq i drejtë mbi gjithë procesin që ka ndodhur me datën 28 dhjetor të vitit kaluar. Pas kishin me listat thotë se shumë prej tyre janë përfshirë në këtë Jo, nuk mendoj që kishin me listat thotë, sepse Kosova ka mjaft njerëz që do të ishin të vlefshëm të përfshihen në jetën politike, sepse siç e dim, shumica e gjërave apo jetës shoqërore varet edhe nga vendimorja politike. Dhe mendoj që listat edhe të gjithë ata të cilët përfshihen në jetën politike, natyrisht duhet ta trajtoni më me seriozitet politikën, sepse politika nuk është shaka, është çështje vendimore, është fati i njerëzve të cilët për 4 vjet e delegojnë vullnetin e tyre të lirë
të disa përfaqësues të cilët pastaj do të bënin ligje, do të bënin planifikime për zhvillimin e shtetit të Republikës Kosovës. Mendoj që mos distancimi apo kjo përpjekja e partive për të pastruar nga këta njerëz, mendoj që duhet të vlerësuar patjetër. Domethënë, por mos të lëshëm pas në parti. Unë po filloj mbase është me rëndësi të fillojmë kështu, nga Partia Demokratike e Kosovës që tashmë doli edhe në publik një debat që me të vërtetë ka pas një interesim për të pastruar veten nga ajo dëmë ke keqe e përfshirjes në vjedhje të votave. Mirë po këtë vullnet apo këtë përpjekje nuk e pam të subjekte tjera politike. Ne siç e dim edhe tek lëvizja vetëvendosur, edhe tek Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe tek të tjerë ka pas deputet të cilë direkt apo indirekt janë kanë të përfshin në këtë manipulim të madh zgjedhor, i cili degeneron pastaj vullnetin e lirë të votuesve. Mendoj që kjo lista e re apo përpjekja e PDK-s për një masë të madhe të njerëzve të ri në listën e këtyre zgjedhjeve, mendoj që duhet më vlerësuar edhe pse kjo ka rrisje të mëdha për partitë politike, sepse ne dim që megjithato kandidat apo deputet për disa mandate kanë vepruar në Kuvendin e Kosovës, janë ndërtuar një relacion me publikun, me qytetarët dhe me votuesit e tyre. Do të komentojmë bashkë listat tashmë janë publike, nisëm me lëvizjen vetëvendosje dhe me drenurin. Unë po çuna sepse le të shihet ekrani komplet këtu ku drenori ti rre aty, pra kjo është lista e partisë së Albin Kurtit, pra lëvizjes vetëvendosje, sigurisht e kryesuar nga Albin Kurti. Çka ka qenë për ty befasi ose ndoshta a ka pas befasi? Jo, nuk ka pas befasi, ka pas disa emra të ri, që do shumë normale, sepse nga 110 veta që kanë garuar në 28 dhjetor, disa që nuk kanë performuar mirë, ose disa tjerë që janë tërhequr, ose disa tjerë që subjekte ka pa të parësyshme mund të jenë, nuk janë, prandaj ka një rifreskim ju shumë të konsiderueshëm, është i njëjta përbërje për jashtë ata deputetët që dolen nga lëvizja vetëvendosje, respektivisht nga Guxa. Unë kam thonë edhe më herët që subjekti i cili realisht i fiton zgjedhjet dhe sidomos me zhvillimet që ndodhen në vitin e kaluar kur në shkurt kishte 42.3% apo sa ishte përqindja, pastaj rritjen e 51.1, i bën që ekipa është në rregull. Prandaj subjektet të cilat nuk kanë performuar mirë pra me rezultatin, ato duhet të rifreskojnë listat e tyre që t'i bëjnë pak ma, si të tham, garuse që ta sfidojnë këtë listë. Edhe pse t'jemi të sinqert, listat, respektivisht përbërja e listave, nuk ka qenë kurs aq shumë vendimtare për të përcaktuar se cili subjekt mund t'i fitojë zgjedhjet. Ne e dim se në Kosovë se si funksionon kjo, prandaj edhe sikur të kishte bërë gjysën e ndryshimeve ose këtu nuk besoj që do të ndryshonte shumë në praktikë, sepse njerëz janë pak të fiksuar nga liderat, respektivisht nga subjekti në përgjithësi, ndërsa emrat e përveçshëm mund të marrin në vot më shumë ose më pak. Do të më pyet patjetër për Osman Mosliun, përfshirjen e tij në listën zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje, duke qenë se vini nga vendi i njëjtë, është komentuar sot, është kritikuar madje në shumë raste kandidatura e tij, vendimi i tij për të marrë me politikë. Çfarë mendimi keni për vendimin e tij për të përfshirë në listë zgjedhore? E para, tashi zoti Musliu, po i tham ju, Mulla Osmani, si që themi në ndrinas, le të mësohet me kritike, le të mësohet se do të ketë edhe zërat e cilet, realisht ai ka qenë i përgatitur besoj për këtë. Ata që nuk unë një personalisht, edhe madje unë e kam çmu dhe respektu, sepse një hoxh që ka një publik, po e quaj, pra një mas njerëzve me cilët flet, së mos të premteve, unë e di që nuk ka fol vetëm për botën tjetër që na pret, po ka fol shumë edhe për proceset to. Pra është i vetmi hoxh ose ndër hoxhallarët ndoshta pak që ka Kosova, që ka fol për proceset. Ka trajtu tema politike, po të ndrejna, po ka folë në njërë të vazhdushme. Në kuptim pozitiv? Tashe, mu më kanë pëlqy, sepse ka qenë një lloj kritiku i qeverisjeve atje, për gjithë shka ka ngritë zërën, heq sikur një qytetar, plus ka pas, thjesht unë për vete e kam çmu, sepse fundja fundit, nëse një aktor po bajka me hynë listë, pse s'po bajka një hoxh me hynë listë.
kur dim që realisht edhe aje ka një pjesë të masës me cilën aje ka komunikim vazhdueshëm. Edhe është më një hujë si profili i Mulla Osmanit që ka një... Pa tjetër, si kur hoxha i ndërum të kështë e hyme një synem që të shtynte një politik religioze, ajo është do të shihen ndoshta me një sy tjetër. Ndërsa Mulla Osmani, respektivisht zoti Musliu, ne besoj që ka hyrë kryeput për çështjet e idesë se mund të kontribuojë në mirë qeverisje ose në kualitet qeverisjes dhe zdi pra është ndoshta edhe vetë një ide e njerëzve që një hoxh nuk korruptohet për ashta letë, se kur në stop e ka Allahu në që shumë i sigurt. Thash në kushte normale. Unë për vete i besoj edhe i qmaj dhe do ta përkrahe atë sa mundem, sepse unë besoj që ja vlen drejna se me pas një profil t'il edhe në parlament. Për hoxhën dhe për... Ta që se njëve mund të amorë. Fillimisht, unë s'pëvajtona me dënurin kuptimin që po thët ka funksionu si ekip. Unë menoj që mas pakti ka në rëndësi emrat në listën e lëvizjeve vendosje. Shumica e votuesve të lëvizjeve vendosje janë të lidhur me emrin e liderit. Apo si shpequjnë profetin. Por tash është interesant se edhe hoxha dhe profeti me një listë. Është pak interesant, po sinqerisht pa shako po e thëmë, te lista e vetëvendosjes është një miksim i çuditshëm. Do më gjenë ateista, gjenë hoxhallar. Kush ateist në... Nuk dua tash të marrë të drejtën të flas për religionin e dikujt. Veç fole, po. Unë po flas për listën. Gjenë enverista dhe gjenë rrugovista. Gjenë liberal, gjenë konservator, gjenë feminista, gjenë antifeminista, po konservator ekstrem. Këtë miksim, po një parti e cila kretë jetën e vetë, historinë e vetë e ka lidhë me ideologjin, me një të majtë, me idenë e një majtës organizuar për balë të djathës në Kosovë, ta bie punën të një miksim i tillë, mendoj që është shumë problematike. Që për dënurin është shumë mirë kjo. Vetëm ta mos më ndërpret lutën, se po du me shku këshurava. Ki emra për shembull ai Klinaku, mbrapa atij që vjen ajo zonja feminist janë jorë, do të thonë ata dy figura apo ato dy besime nuk funksionojnë absolutisht, nuk korrespondojnë asgjë. Do të thonë nuk e di qysh një person beson në disa vlera. Unë nuk po them as që është keq që është fut brenda listës, as që është mirë. Thjesht nëse unë besoj në feminizëm, atëherë do të shija mirë se kush janë partnerët e mirë brenda një listës për të shtyr përpara një agjendë feministe, apo konservatore, apo fetare, apo unë nuk do të kisha dash që brenda këtij miksimit të mshifen edhe gjëra tjera apo agjendat të tjera. Sinqerisht është e padrejtë ose është antikombëtare që për hir të disa votave ta bëjnë një miksim të tillë, i cili pastaj sigurisht që do të reflektojë edhe në qeverisje, edhe në deklaratat absurde të cilat i kemi parë në Kuvendin e Kosovës, domethënë në fatkeqësisht Kuvendin e Republikës Kosovës bëi thirrje për dënimin e ish ushtarëve apo ish udhëhesëve të UÇK-s, të cilët për të gjithë qytetarët janë heroj të këtij vendi, të cilët e kanë bërë lirinë edhe shtetin e Kosovës. Të gjithë, s'ka për gjithë qytetarët, se ti përmendë atë. Kur kemi kësi miksime, sigurisht kemi pas edhe asi deklarata edhe asi vendimarrje. Po që ai deputet u përfshin në listën përkundër asaj deklarate, u përfshin në listën e lëvizjes vetëvendosje. Çfarë tregon kjo? Kjo unë mendoj që është problem shumë i madh vetë për udhëheqjen e lëvizjes vetëvendosje. A mund të jetë në një listë pra edhe ai që kërkon dënimin me burgim përjetshëm të krahëve të UÇK-s, edhe Shqipe Selimi? Në listën e lëvizjes vetëvendosje, jo vetëm zonja Shqipe Selimi, gruaja e Recep Selimit, një personit për mendimin tim që ka bërë shumë për këtë vend, e që meriton respekt, po ka dhe ish komandant tjerë e ushtarë të UÇK-s, të cilët unë sinqerisht jam i shokuar se si ndihen të jenë ul afër një personit i cili bën thirrje për dënimin e përjetshëm brutal të ish bashkëpunëtorëve të ngushtë të tyre, sepse përtej politikës janë disa interesa më të mëdha. Është interesi i shtetit Kosovës, është historia e këtij vendi dhe këtij kombi, edhe është sakrifica e brezave të tonë për më orë deri këtu, që na me folë shqipë, me folë lërshëm këtu. Bashkë. Që këtë interesin e kombit, po besoj që dhe lëvizja vetëvendosje e ka në plan të parë, interesin kombëtar, interesin shtetëror. Vetë dyshim ajo. Atë nëse shishohet nga një... Po se të pak veç i bime dhe mund të shohim her pas here kështu. Dëgjoni, tash nëse shihet ana tjetër e medaljes, kur deputet, respektivisht kandidat ose dhe
njerëz të cilët antarësohen në subjekte politike, ka një mendim ndryshe, artikulojnë ato në publik. Unë besoj që kjo mund të shifet edhe në prizmën e një avancime demokratik në një subjekti politik. Ne e dim që subjekti politik vetëvendosje, kur ka qenë hermetikisht e mbyllë ndaj këtyre zërave, ka ditë ku mund të rrinë. Nuk është çështje veç e mbylljes apo hapjes. Krenori Qerkini ka punim të publikuar ndërkombëtarisht, e cili e krahason Albin Kurtin, zotin Albin Kurti me Vučić. Në çfarë aspekti? Në aspekt të autoritarizmit. Ja, ka dalë. Të autoritarizmit dhe të gjuhës. Gjuhës, po nacionalizmit. Gjuha. Nuk ka të keqë nacionalizmit që të ven, kur e kiti një armik që të gjuha eshra s'ka, po eshra fen. Gjuha në punim e përdorë. Gjuha e Krenori Qerkinit. Gjuha e Shkenzen Koshit. Janë gjuhë problematike që për një do duhet ta shqetëson edhe lëvizjen vetëvendose, edhe mbështetësit e lëvizjes vetëvendose. Mbështetësit e lëvizjes vetëvendosje janë rrit kur është hap vetëvendosja, edhe kjo hapje po i funksionon edhe fundit kjo është tash është këtë normale që juve mu dikuj tjetër mund t'i pëlqej, mos na pëlqej, por strategji që po i funksionon, sepse secili që i përmendet prej grupacione ndryshme, ata kanë shku me përfaqësuar çfarë ideologji vetëm. A jem për mi promovu disa vlera në politik, cilat janë vlerat e cilat janë antivlerat. Vlera është, a është antivlerë që është Hoxha? A është antivlerë që është feministja? Jo. Ti po e banë problematike pëse janë bashkë me një listë. Cili subjekt politik është ideologjikisht veç për feminizm? Një subjekt politik e ka një program politik. Programi politik? Disa njerës që udhëheqin me atë program politik janë njerës që pajtohen mbi bazat, mbi ideologjin, mbi orientime, mbi politikat e qëtij programi politik. Ata po jo 100% për gjithë. Çish kanë u pajtu konservatori me feministën, ateisti me islamistin. Po ka me pas tema të cilat realisht ju të gjithë deputet kanë me votu dhe të kalumën ka pas. Mrana vetëvendosjes. Çfarë është kuptimi i ndarjes partijake nëse ne mund të bëjmë çdo lloj miksimi për temat caktuara. Për temat caktuara, më thatë edhe më herët që jetoni ose të paktën e përcjellë edhe vendimar nëse jetën politike në Gjermani. Është shumë normale se subjektet politike nuk mujnë me i shti, me një shablon ata njerëz që hyjnë në parlament me thonë çdo iniciativë e kryeministrit ose e qeverisë, gjithçka duhet 100% përkrahet, të pëlqej, nuk ka. Unë kam qenë bursist i Bundestagut, kam qenë për 5 muaj në parlamentin e Gjermanisë, pjesë punës së një deputeti dhe ka pas debat shumë shpesh ashpër mbrana vetë strukturës së partisë. Nuk është situatë emergjente, një pushtet që ka arrit me fitu 50%, që ka krejt mekanizmat e shtetit në dorë, të mos ketë aftësi për me bën një ndarje të saktë asaj çka don. Nuk ka ti vlerat e CDU-s, e CSU-s, SPD-s, edhe gjelbërëse nuk komunikojnë. Se s'ka arrit me i do, qa s'ka mujt me ndo, mund është pak ma specifikisht në tregun. Kjo listë nuk e prezenton programin e Maj Televizës vetëvendosje. Kjo listë është problematike sepse ka njerëz kontrovers të cilët me diskursin e vetë kanë shpreh edhe element antikombëtar edhe antihistorik për vlerat tona si shoqni. Nëse na besojmë që për një më kena dosh mbështiru, për një më kena dosh me antikombëtar sipas teje? Dëgja, unë po flas për fenomenet. Unë fjala antikombëtare dhe konë analizë është mirë me unë flas për fenomenet. Unë flas për fenomenet. Është çështje vendimore së vetëvendosjes, çuçi menaxhon këta njerëz. Po me këta e ka vendosur nuk është si kontradikta gjona të subjektit tjera politike. Si gjen vetëm televizia vetëvendosje. Por ky miksimi është për mendimin tan problematik. Ajo është shqetësuese edhe te kjo listë, edhe te lista tjera. Është që Kosova për një më është ty bë hopa mbrapa, edhe kjo është për keqardhje. Të shumë të listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës ta komentojmë ndoshta më shkurt se sa koha që na mori lëvizja vetëvendosje, sepse i kemi vetë 10 minuta. Po është partia ma modhe dhe normalisht që e merr pak më shumë kohë. Po, edhe ndoshta do të jetë edhe mas këtyre zgjedhjeve më madhe. A ty vendos sovrani? Nuk dëshoj vetëm. A nuk të bindi kjo për shembull listat e partive tjera, për shembull LDK-ja që viu sa kaloi. Unë thash në fillim edhe besoj që duhet jemi të sinqert para qytetarëve. Nuk është ky procesi i parë zgjedhor pas një ndryshime shumë të madh. Ne kemi kaluar për cikël të zgjedhjeve dhe dim që përmbajtja e listës nuk është vendimtare për mi përcaktuar votuesin se ka voton. Ndryshimi është shumë i vogël nëse lista është më e fortë. Prandaj nuk e kanë. A do të kemë ndryshim me listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra Vjosa Osmani, përfshirja e njerëzve të saj, marrja e deputetëve nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, a ndryshon diçka?
Arsyeja pse po shkruajmë në zgjedhje është saktë kjo. Kjo është narracion edhe i shumë analistave, i shumë opinionistave, i gjitha subjekteve pa përjashtim opozitare, po sidomos i LDK-s, e cila ka pramërsat shumë poshtë, dhe vetëm ja shpresë ka mbet, hajde t'ja hjekmi në avioset dhe të këshirëm se si po bëhet ndryshimi. Dhe me të drejtë, sepse fundit kishte një ngritje shumë të madhe vetëvendosje me këtë bashkimin me Guxar, respektivisht me ish-presidentin Osmani, për cilën kam respekt. Çka ndodh? Ndodh që zonja Osmani del prej bashkëpunimit me zotin Kurti, por ajo nuk profilin e vetë që ndërtoj, nuk vazhdon me rrugën në drejtim ka e ka ndasht votus, po kthehet në një shtëpi vjetër të cilën e kishte për buzë, kishte dhe ishin dhe në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo me pas kur u kthyn këtë shtëpi vjetër. Po tani në politikë dhe në kur dalin para mediave, këto gjëra janë pak këto aktrimet janë normale. Përqafuan edhe në mas kamerën që ashtu. Valas besoj, që është fort më shtrengu shtu. Se të që tjetë, edhe unë jam shumë i lumtur që, sepse zgjedhjet zakonisht provokohen për mumbajt parakoshme, kur ka i zhvillim të madh, edhe në vende demokratike, kur ka i momentumi cili realisht nuk përbijet, Gjermania është kogja ka shkën në drejtim, edhe pësë është qeveri që s'ka funksionu, që s'ka qenë shumë gjatë, pra që ka qeveris gjatë, ose kur ndo një diçka, një spëshuj tash në një katastrofë, në diçka, e cila realisht i provokan për mumat forësat politike, për me këtu legitimitet në njerë me marë për qytetarët. Këtu të në Kosovë, vetëm ndryshim prej zgjedhjeve që janë mojt para 4 muajve është veç çka po ndodh apo mundet zonja Vjosa Osmani me dëmtu pak vetëvendosjen, pak. Sepse shumë e din kjo kush se ban, sepse këtu në shtëpinë e vjetër, cilën e ka braktis. A dëmton? Unë e di sa ka dëmtu LDK-n Vjosa Osmani. Por sot do ta dëmton vetëvendosjen, do ta shohim me 7 qershor. Ajo që ka shihet është që ajo ka arrit megjithato me mbledh një numër të njerëzve të cilët ka punu në Guxar, ti marë pas. Po, a i shkën që të vota pas, apo ato metën atje ku kanë qenë? Une nuk besoj në transferin e sakt, por unë besoj që nëse këta arrin me të vërtet me ndërtu një frym, edhe me të regu saksisht, pse ka ndodhë prisha binomit Vjosa Osmani Albin Kurti, menoj që aty pastaj qytetarët do ta vlerësojnë. Ama te din që veç për shkak të presidentit që se bane, se s'pat najt diçka tjetër. Dhe i momentin e mroma atje edhe 28 jeton ja kishte caktuar për hatër veç për me presidentin. Nëse që ky argumenti që kanë më shumë menoj që më shumë se sa pozita e presidentit është arsyeja e prishjes së këtyre. Menoj që arsyeja e ndarjes së Kurtit me Vjosa Osmanin është pikërisht performanca e saj ose reputacioni i saj ndërkombëtar. I cili për zotin Kurti ishte problematik. Ty e pas parasysh që unë besoj që pajtohet edhe drenori, kryeministin më të izoluar ndërkombëtarisht që kemi pas në herë në histori është zoti Albin Kurti. Nuk ka pas ndonjë papritet të mëdha nga shtetet perëndimore, nuk ka pas një hapësirë, domethënë pak shtete kanë prit, pak ftesa ka pas, pak njohje ka pru. Greqinë e kemi këshi. Greqia si shtes në ka njuf, prandaj kanë qenë të shpesht televizit, po besoj që edhe në spon, ka dalë se shkojnë. Unë menoj që njohja Greqis, se po devijojmë pak për diskutime, njohja Greqis dhe Sponjës vjen prej Washingtonit. Nëse presim në herë që vjen nga Greqia apo nga në Sponja, le ta harroj edhe zoti Kurti edhe ne këtu. Do të animu pak edhe pe Greqia, edhe pe Washington. Unë e di që po të diskutojmë për listën e lidhjes demokratike. Është problematike në çit listë, nëse ka sigurisht. Unë sigurisht që ka shumë emra të respektuar, njerëz me përvojën politik. Ka natyrisht edhe kjo defektet e veta si listë, mendoj që problematike është renditja e disa prej figurave. Domethënë mendoj që zoti Abdullah Huti, zonja Hikmeti Bajrami, pastaj është Ermal Sadiku, Janina Imeri, këta janë konë 4 deputet më të mirë që i ka pas kuvendi i Republikës Kosovës. Po e them me plot pas mendimit juaj tamam. Po me plot të drejtë në kuptimin e performancës së tyre apo edhe të angazhimit në mbrojtjen e çështjeve publike, siç ka qenë çështja e rrymës, siç ka qenë çështja e digitalizimit, siç ka qenë çështja e politikave tjera që janë promovuar. Mos harrojmë që është për mendimin tim është gabim nëse zoti Abdullah Huti renditet i 19, një është kryeministër dhe një politikan model, për mendimin tim, i cili ashtu sipas mendimit jo. I cili me gjithë pushtetin që ka pas nuk e kanë rruar madje as vendbanimin. Gjatë cilin se kemi pa të
kryeministra tjerë. Madje as të zoti Kurti, se më njerë ka shku te ajo shtëpia me Papafingo e jo më aty ku ka bëthirje më votu. Por ajo është çështje tjetër. As zoti Thaçi as të tjerë, do të thonë mos të ngarkojmë vetë zotin Kurti sepse është e padrejtë. Është kryeminist, është renditja, për shembull, Ermal Sadiku është prej deputetëve 3 model që ka promovuar një qasje interesante, ka hyrë në politikë ty dhon politikës, jo ty marr politikës. Pastaj angazhimi i Janina Ymerit, zonës Janina Ymeri dhe Hikmeti Bajrami, për cilën është mendoj e tepërt me thonë që është prej deputetëve ish ministra model që i ka Republika e Kosovës. Mendoj që të kjo listën që të renditje ku po pak problematike, mendoj që është dashur më konë shumë lart. Dhe mendoj që disa figura siç janë për shembull ky generali Hazrolli me njëri me reputacion të jashtëzakonisht të mirë, mendoj që është dashur me pas një renditje edhe pak më të mirë, sepse ai megjithatë përfaqëson një grup të njerëzve të cilët kanë bërë shumë për Republikën e Kosovës. Pastaj emrat ka edhe këtu ka kësi kontradikta të ndryshme, po mendoj që megjithatë LDK-ja u kon pak më kujdesme. Sfidën kryesore ka menaxhimin e integrimit të grupit e Vjosa Osmanit. Nëse arrin me menaxhu edhe me integru mirë brenda listës vet, rezultatet nuk do t'i mungojnë LDK-s. LDK do del shumë më fuqishme se sa në zgjedhjet e kaluara. Nëse ka probleme në integrimin e plot të kësaj liste, pastaj sigurisht që problemet e brendshme gjithmonë kanë qenë problem për rezultatet përballë partive tjera. A kalojmë të lista e Partisë Demokratike të Kosovës? Po ta diçka me thonë aty, po kënë rregull, sa kemi kohën. Sa nuk kemi shumë kohë, po thuaj diçka me si gjatë. E para jam i lumtur që paska proshtetar t'i vënë, respektivisht kolegu që paska kandidat model. Unë nuk kam kandidat model edhe kam e pas pak të lash me zgjedh një 10 shef të cilat. Këto lista në gjithë ta janë Po një listë do të më përcaktojë se ti shkon te analista për sigurisht kisha zgjedh. Jo, unë nëse qytetarët e Kosovës, brenda këtyre lista, i gjejnë njerëzit më të mirë që i ka ky vend. Dindo që kemi pas një parlament krejt tjetër, jo një parlament ku deputeti s'din as me lexu. Adem. Që si parlamenti urejnë që qytetarët më zgjedhin. Emocione, se ka mund ngatrohet që duhet dhe që so lexoj. Se do shqipjet po. Jo, deshta me thonë vetë të LDK-ja, është pak hipokrizi, na duhet ta themi e bardha, zeza, ose të paktën nuk mundna me se e dim. Njerëz të cilët deri në pak javësh, po tha muajsh, ju ka drejtu gishti që kanë dëmtu LDK-n, partinë, që kanë prunat gjendje, të cilët realisht kanë qeveris keq me Kurtin, që kanë qenë drejtim të gabum, jenë marrë dhe në akomodun 15 që në parë shumisa prej tyre, kjo pi bjenë që realisht qytetarët më thonë, hej, jo, Kurti ka qeveris mirë dhe t'y pas parasysh që ai po qeveris mirë, ja kemi marrë një pjesë prej tyre dhe po dojna me ecë në çfarë drejtim edhe na, mëse rreth se ka qeveris keq Kurti, e ja ke marrë këtë e ke shtit trunin e komplet listës guxo edhe vetëvendosës që kanë qeveris që mret 50%, e ke marrë ke shtit 15 e parë, i ke shkel gjithë ata njerëz që i përmeni kolegu përpara, që unë pajtohem, që kanë marrë me gjithat një farë qëndrimi, që kanë rru subjektin edhe kur 13%, nuk i kënë tjetër ka, tashim qytetarëve që ta nuk mujna mjashit. Ose të pak të një shdash na me pas në për studje pak kujdes, mës me ra në lajthitje me të vërtetën, sepse fundja fundit fjala e unë ishdash me pas pesh. A i kom të listat. Po, shkojmë të lista e Partisë Demokratike të Kosovës për të parë shumë shkurt sepse i kemi edhe 4 minuta. Kam përshtypjen që s'është përfundimtare. Kanë afat dhe në pasumetin. Të kësirë më pavunet me ngull kom me qëndru zotin Ajt Hasani. Pja, për menë me emnë ka kujnë djeqë edhe njëherë. Ti më në vetë kanë qenë pjesë e garave, së më zjedheve lokale, veç sinqerisht barazia e gjithë njerëzve që hynë garë duhet mu respektu, sikur se para ligjit. Ju kërkojmë gjithë se cilit që na shiqan edhe në një mënyrë ose tjetër mund të prejket qoftë për mirë, qoftë për keq. Emri zotit Ajt Hasani nuk përmenet për ndoj diçka tjetër përveç një të vërtetet të cilën e dim, që në fakt dule dhe kryetari degës PAM, kështu që në këtë aspekt përndryshën në mbaj, por i përsëris respekt jashtëzakonshëm për gjithë kontributën që ka dhënë, por në këtë rast unë besoj që ka bën gabim shumë që ka hyrë në listë, sepse megjithatë PDK-ja ka bën jashtëzakonisht ndryshime të mëdha, madje edhe të guximshme, edhe të vështira, prandaj është vetëm një listë e cila unë besoj që ka provu pak me ju përshtat
çati ndryshimit që vedojnë votues. Tash ne e dim që të PDK kemi një problem madhor, është problemi që ende nuk mundet masa me u pjek me leadershipin e saj, po me udhëhecin e saj, cili na e dim që me gjithë respektin edhe për zotin Hamza, që unë kam gjithashtu respekt jashtëzakonisht madh, sepse ka zhvillu fushata jashtëzakonisht me gjuhë të moderuar, që ka qenë model, që për mendimin tim po tham edhe publikisht. Zgjidheni model. Po, gjuhë model, jo komplet model për çdo aspekt. Por e ka vështirë sepse po tham ka trashëguni partia e cila realisht ka qenë e strukturuar në gjithandej, po ka pas divergjenca dhe divergjencat u vrejten, sepse kjo listë dulsa në vend se me dalë mbrëm, vonë, dhe ende ato po debatuat, dhe këto janë pjesë, unë i quaj pjesë që i shërbejnë pro rritjes demokratike të Partisë Demokratike. Tashi, sa kanë me përqafu votust, e tham ma herët, nuk janë vendimtare emrat në listë që i rreshtan, kur tham vendimtare për me rritë me të madhe subjektin politik, po janë kauzat, janë unë e quaj ato që PDK-ja nuk po mundet me dalë visoj, mendësia. Ata do të mu tërheq për mendësisë të kalume, me bëni një farë kërkim falje, njerëz të cilët kanë qenë me puste ministrore, kur ka poshtë PDK-ja. Po tash, kur ta me kërku folje me të na falne, po me gjetë mënyrën, se cilën e pranën qytetari, që diçka s'ka shku mirë, që ata njerëz që kanë bajt pozita, kur PDK-ja rate poshtë, ata si çdasht me konë në 10 e parë, me thona diçka, na falni, po momenti caktum ke qenë ministër kur rate poshtë, gjithë kur vene demokratike, edhe me konë me yll në ballë, që themi na në popull, ti momentin e gabum, je konë vend gabum, fluturove në politiku që kjo. E këta nuk po dojnë me pranun që ata. Është një farë luftë e mrena PDK-s, e grupacioneve ndryshme të cilët nuk dojnë. Zoti Nahit Hasan është rasti ma i pastër për mos jaru kjo. Jo, unë vetëm që ka kum po këtu ditë është që me gjitha ato të PDK-ja dhe të LDK-ja ka zëra ndryshe. Do më thonë mundesh me full për liderin, për partinë, edhe prapë me vazhdu aktivitetin tanë politik brenda partisë. Gjotë cila është pozitive, sepse ne i dim që në përvojën tonë të rej politike si vend, kur dikush ka dalë kundër liderit partisë, atëherë problemet kanë fillu. Po të lista konkretesh, unë menej që ka emna shumë të respektun, sigurisht që kjo përpjekja për 60% dykon të njerëzve të ri, është pozitive në kuptimin që me gjitha to duhet ju themi qytetarëve që kanë alternativa, edhe të PDK-ja, të LDK-ja, të vetëvendosja, edhe të AK-ja, të subjekte tjera. Dhe këta e kanë dhonë një mundësi. A ke diçka që të befasojnë këtë listë si për mirë, si për keq? Mund ka befasu mos përfshirja zotit Limaj, sepse menoj që me gjitha to një numër i votave të ti edhe në mbështetjes kish me prodhu një përqindje pak më të mirë për Partinë Demokratike të Kosovës, po edhe aty menoj që PDK-ja është në mes dy rrugëve, dhe më thonë. Riskut që zoti Limaj të përfshihet edhe me gjitha të fuqia ti pastaj të krijoj probleme, apo të mbahet një farë lloj partije e të barabartëve deri në momentin kur të ketë një leadership për pak më të fuqishëm, sepse PDK-s e ka penalizuar shumë mungesa e zotit Thaqi, zotit Veseli si figura historike, edhe pse zoti Thaqi prej kohësh është pasur. Mirë, po me gjitha të fjala ti apo opinioni ti ka pas pesh të strukturat të PDK-s edhe të përgjithsisht të njerëzit cilët e kanë bo dhe luftën dhe shëndërtimin në Kosovë. Më mbetet një ditë tjetër që ftoj dhe të flasim për listën e Aleancës për Armërinë e Kosovës, të cilën e pomoj me përfshi në këtë diskutim për shkak të kohës. Unë ju falenderoj të dyve që ishit në emisionin frontale. Përshëndetje edhe vojzën. Tona sakrificë bona me vojzën e rrë, s'puna lëvi. Sa po rrin mirë. Nuk kem ku. Falenderoj shumë që ishit në emisionin frontal. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin me informacione të tjera dhe flasim për një paralajmërim që kanë bërë dhe një mesazh që kanë bërë veteranët e luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, të cilët kanë paralajmëruar Hagën se Ballkani mund të destabilizohet nëse dënohen ish-krerët e UÇK-s. Me përqafim të ngrohtë nisi vizitën në Kosovë. Prefekti i Tiranës, Shkelqim Hajdari, i cili ishte tejet aktiv gjatë organizimit të protestës pro çlirimtarëve në Shqipëri, në zyrën e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, foli publikisht për katërshën që po gjykohet në Hagë. Nga Prishtina, ai tha se gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s nuk ka elemente të drejtësisë europiane dhe se lirimin e tyre po e presin 10 milion shqiptarë. Ne shpresojmë që drejtësia e tyre e pret një kohë mbi tërë. Nuk e pret vetëm Kosova, po e pret Shqipëria, Maqedonia, shqiptarët që janë në Europë, shqiptarët që janë në Amerikë. 10 milion shqiptarë.
presin drejtësi për shtririmtarët. Kur nuk mund të ndodhi të barazohet viktima me agresorët. Një koqiri i takimit Hysni Gucati tha se një vendim dënues mund të pasohet me reagime qytetare, jo vetëm në Kosovë. Mund të jetë protesta, mund të jetë demonstrata, po si më shkurt vendi mund të destabilizohet vendi e Ballkanit. Mund të destabilizohet. Kjo është frika, jo që na bëjmë kërcënim. Mos e moni to tash mund ta kap dikush për fjalë, mund ta moni si kërcënim. Gucati thotë se UÇK-ja nuk ka kryer asnjëherë spastrim ndaj qytetarëve të Kosovës. Ne s'kemi qenë xheloti, ne s'kemi bo, se kemi spastru Kosovën nga asnjë qytetar. Çdo qytetar në Kosovë kanë të drejtë të jetojnë, punojnë, veprojnë këtu, ata të cilët nuk i kanë durr me xhak. Ata të cilët i kanë durr me xhak, të ecin mbi Kosovë se i pret gjyqi. Delegacioni nga Tirana në krye me prefektin e Tiranës Shkelqim Hajdari zhvilloi një vizitë edhe në Aleancën Kosovare të Bizneseve, ku fol për bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri në fushën e investimeve. Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjerë dhe flasim për masakrën e Korishës së Prizrenit, ku sot janë bërë 27 vjet nga kjo masakër, ku kanë humbur jetën pra 77 shqiptarë viktima të regjimit të serb. Familjarët kërkojnë drejtësi. Me lot në sy e pranvarëve të familjarëve të tyre. Kështu e gjen banorët e Korishës së Prizrenit edhe ky 13 maj. Kjo datë tashte 27 vite shënon për kujtimin e krimit ku vran mizoresht 77 shqiptar civil të pafajshëm. Edhe pas kaq shumë viteve kërkesa mbetet e njëjtë. Kërkohet drejtësi për familjarët e vrarë. Shka me full që gruar më kanë mirë tu. Masakra, shka bashkë i kërkush të banë. E të tjerët tregojnë se si ka ndodhur ngjarja tragjike. Javë kanë zanë rrugën të shku për Shqipëri dhe këtu në këtë vend, afër këtij vendi këtu i kanë bombarduar pe aeroplana dhe kështu është bën kjo masakër. Për homazhe u pan edhe përfaqësues të partive politike. Devijuan pra një pjesë të popullatës kryesisht të anës së Kabashit, po ku kishte edhe mysafirë të tjerë dhe natyrisht më pastaj duke e di që do të gjuante pra NATO-ja, i vendosën në Kurth dhe këtu kemi pra kryesisht familjarë tanë. Unë jam nip i kësaj zone dhe shumë prej familjarëve dajve të mi, që do të djemë dajës, vajza dajës, gratë dajës, e dajtë mi kanë qenë atë ditë në këtë tragedi, në këtë masakër të madhe. Dhe normalisht si ne po në vi këtu me vizitu familjen time, me i kujtu ata, po në anën tjetër edhe me kujtu që ky popull ka dhonë shumë për lirin që ne sot e gëzojmë. Duke u forcuar shtetin, mendoj që do të forcohen edhe kapacitetet që të bëhen presione, edhe të kërkohen edhe nga mezë ndërkombëtar që të intervenohet në mënyrë që çdo kriminal të del pa drejtësisë. Kriminalet nuk kanë ndonjë emër të përveçëm, ata janë kriminalë të gjithë. Më 13 maj 1999, krimi serb ndodhi në fshatrat Korish, Budakov, Blac, Reshtan, Mushtisht dhe Grej Koc. Banorët e të cilave ishin ndaluar dhe grumbulluar nga ushtria dhe policia. Sulmi përgjakshëm la pas 10 të vrarë dhe shumë familje të shkatruara, duke u kthyer në një nga krimet më të rënda të kryera ndaj civileve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Me këtë informacion japim fund për sot emisionin frontal, duke falendëruar gjithmonë që qëndron me televizionin të shtatë.